أشرقت نفسي بنور من فؤادي Rrethja e saj burie, cilës i pryet që formë të brinit, është sa madhësia e saj në sa toka dhe qielli. Dhe ai kryt për pjet, syt nga arshi i Allahut dhe pret kur i jepet urdhri me prye. Bëni mend se nesër je prej të vdekurve, kur urdhërohet me fryn çati suri, çasaj burie dhe çka ka, çdo gjë çka ka shkatërrohet. Vëllezër musliman, kiameti është çështje mshift. Allah azza wa jalla ka mshift dhe askujt në dynja nuk i ka tregu, as melaqeve dhe as pejgamberve dhe as në krijese. Vjen fsheharëzi, pa e dit askush. Mirë për pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka tregu se do të vjen në ditën e xuma dhe ka thënë khayri yawmin talat alayhi shamsu yawm al-juma. Dita më e mirë në të cilën lind dielli është dita e xumas. Fiha khuliqa Adam wa fiha udkhila al-janna wa fiha ukhrija minha wa fiha mat wa fiha taqumu sa'a. Atë ditë është kriju Ademi, atë ditë është full xhenet, atë ditë është nxjerr prej xhenetit, atë ditë ka vdek Ademi dhe atë ditë do të bëhet kiameti. Dhe thot në njëjtin hadith dhe nuk ka krijesë Allahut, të cilat çdo ditë të xhumas, prej se para me lindjellit deri të perëndon, vërtasë dhe të shojnë brim, nuk janë të qeta pe frikës se mos bëhet kiameti çat ditë përpos njerëzit edhe xhenet. Pra kiameti do të bëhet ditën e xuma, ndërsa kohën se kur do të bëhet vallahu taala alem, para se do të bëhet kiameti nuk ka dyshim se në shenjat të mëdha të kiametit, të cilat ndoshta vjen koha ndonjëherë dhe shpjegojmë ato më gjërësisht. Shenja fundit e cila vjen para se marr kiameti është Isa alayhi salam dhe Dejjalli i mallkuar. Dhe qyshtar në hadith muslimanët kërkojnë nga Isa alayhi salam për me liftu me hik qafet të gjallë. Dhe Isa e lyp të gjallë deri sa ta gjen dhe shkatron, dhe kështu që njerëzia pastaj jetojnë edhe pa kohë dhe qënë Allahu azza wa jall një erë të butë të këndshme dhe nuk lënë musliman fytyrë tokës, i cili thot la ilaha illallah e që nuk kanë merrat musliman, sa që ka në hadith, edhe nëse është brenda në shpellë futet ajo erë dhe i hyn frymarrje në organet e frymarrjes dhe vdes krejt kush e ka një zerre sa një grimc i man zemrën e vet dhe mbesin qufart, nuk mbetet fytyrë tokës njeri që thot Allah, Allah, që adhuron Zotin hak dhe jetojnë edhe një 7 vjet mas kësaj situate dhe vjen momenti i kiametit. Thot Allah azza wa jall wa nufikha fi s-sur fasaiqa man fi s-samawati wal ard thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Dhe i prijet ati suri buris dhe i vjen të fikt çdo gjë që ka në qiell dhe që ka në tokë, illa men sha Allah, përpas atyre që dënë Allahu azza wa jall. Pra dhe me laqimja që janë në qiell, edhe njerëzve që janë në tokë, edhe shejtanëve të mallkuar të cilët deri me tani kanë pas kompetenca dhe shumë të drejta, edhe peshve në fund të deti, edhe të gjitha krijesa vjen të fikt pe brime së madhe që del me qati burio, sasaj brime që del dhe nuk mund dhe të kusht të dërëj, që ka të rohet qdo gja, illa men sha Allah, për pas kanë dënë Allahu. Dhe këtu ka thonë në lemaja është për qëllim disa melache, e që në kryetyre Gjebraili, e Mikaili, e Israfili dhe Azraili melache cila u amër shpirtat njerëzve. Dhe shkatrohet qdo gja, dhe Allahu azza wa jall e pyet melachen e vdekjes, kush mbeti dhe Allahu e din me mirë. Dhe të Allah, mbete ti cili e i gjallë dhe nuk vdes, dhe mbeta unë e robë të tëtë, dhe mbet Gjebraili, dhe mbet Israfili, dhe mbet Mikaili, dhe të vdesin edhe ata të gjithë, dhe shkono amër shpirtat të gjithëve, dhe kthehet prapë të Allahu, dhe Allahu e din më mirë, por e pyet kush mbeti, dhe thot jo Allah, nuk mbeti as kush vetëm ti, i cili e i gjalli për gjithmonë nuk vdes, i pa fillim i pa mbarim dhe robi të tëp dhe 30 për para. Thët, a nuk kujtohet që kam thonë kullu nefsin dha i katul mor, çdo gjalles dhe të shef vdekjen time, pra dhe të shef vdekje. Dhe Azraili me laqja vdekjes, thuhet se shkon mes xhenetit dhe xhenemit dhe janë nxjerr shpirtin vetvetes dhe lëshon një brim të madhe, saqë me pasqen krijesa ta Allahu gjallë nuk ishte mund kush me duru. Dhe thot me kanë ditë, me pas ditë se ka që vështirë është mja marrë shpirtat muslimanve, do të kisha pasë mëshirë më shumë dhe i tyre, por aja punë është kuhe dhe dhe i vdesëm nuk mbetet kërkush. Kush mbetet? Mbetet Allahu azza wa jall, i cili është i pa fillim, i cili është i pa mbarim, dhe thret Allahu azza wa jall,
ku janë mretnit, ku janë pejt e mretnive, ku janë mizort, ku janë gjakpirsat, ku janë ata që a kanë pije njerëzve gjakun, ku janë sot? E kujna është pasuria? Limen il mulku l'jom, kush mi përgjeq, të gjitha kanë vdek, çdo gjë shkatërru nuk kanë vetë kush, vetëm madhnisë të tina dhe përgjigjet vetë vetës, lillahi l-wahid il-qahar, e Allahut azza wa jall është pasuria dhe çdo gjë që ekziston. Pastaj qëndrojnë njerëzit sa qëndrojnë dikunja 40 ditë, dhe lëshon Allahu azza wa jall një shi, po jo shi që shës të shiu janë, por shi në formë të ujit të mashkullit që del. Dhe e vadit e mbush që atë tokë që janë njerëzit ta, e aje tokë nuk është kjo tokë, po është tokë tjetër. Dhe mbas 40 ditë Allahu azza wa jall e ringjall Israfilin me laçën të cilën e ka ngarku me fryrën e surit, dhe i thot fryje dhe një herë kësaj burie, wa nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun, dhe i fryjet atina dhe një herë, dhe kur të gjithë njerëzit qohen ngritën në kam, për që ati shiu që vjen, njerëzit rritën në orë ku janë, rritën në formën e vërtet, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë se çdo pjesë e trupit të njeriut ka albet, çdo është për pas bishti njeriut, që është naza e fundit mrapa që themi ne, ajo në kalbet dhe prej sajna kur vjen që ata uj e vadit dhe bihet trupi njeriut të në dhe, para se me rinjallë Allah Israfilin dhe para se me frisurit, në mënyrë që kur të frisurit Israfili alayhi salam, trupat dhe që futë shpirti mrana dhe të gjithë dalin për jashta. Dhe pavarësisht ata eshna, gjithsisht ata bishtat të njerëzve kanë bet as kanë bet, sepse mundet me thonë dikush, mirë ka njeri cili shduket në qiell, e ka tjetër që hajnë ngërsirat, dhe ka tjetër që fundoset në deti, dhe nuk ju mbetet as një pjesë e eshtrave gjallë, se çka të bëhet me ta, ne i themi që shka thonë Allah azza wa jall, ejna ma të kuni, ya'tikum Allahu jami'a, inna Allaha ala kulli shay'in qadir, kuda që t'jeni ju, Allah do t'ju sjellë juve. Kuda që t'jeni në qëfshën qiell, në qëfshën tokë, në qëfshën hi, e kuda që t'jesh, do t'ju sjellë dhe të rinjallë, do t'ju bashkon edhe njëherë. Dhe për ditët të cilën të dalim për Allahut azza wa jall, e që është dita me gjatë, me të vërshme, me e randë, ditë të cilën thihet njeriu, lindë nana e qëtë fëmijëve i barkut, fëmiju i vogël, plakët për moment, dhe momente dhe situata të ndryshme të cilat do të kalojmë na për të paqare, i lojnë emrin Allah azza wa jall në hutbë të arshme, wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gada illa an yasha Allah, dasht Allahu azza wa jall, wastaghfirullah.